Sektori i blegtorisë në vendin tonë po përballet me vështirësi të shumta. Të gjithë ata që kanë ferma me bagëti të imta e kanë shumë të vështirë ta menaxhojnë nëse nuk janë të përkushtuar familjarisht. Më problem mbetet për ata familje që kanë pak anëtar, siç është rasti i Ismet Markjas nga fshati Gjorice poshtme në Buqiz. Vetë 87 vjeçari thotë se ka të vështirë të merret me të gjitha punët që ka ferma, ndërsa vështirësia kryesore mbetet mungesa e fuqisë punëtore. Ismeti thotë se ka aktualisht rreth 500 krerë të imta me të cilat siguron goxha të ardhura ekonomike për familjen e tij. Do nëse çmimi i qumshtit nuk është aty ku ai dëshiron, një tjetër vështirësi është dhe shitja e mishit me shumicë. 87 vjeçari Ismet Markja nga Gjorica e poshtme thotë gjithashtu se ndihmës subvencioni për 1200 lekësh, por shqetësimi mbetet shitja e mishit. Të vështirë po. Që ka shumë 4 vjet. Sa kokë ke vllaja vogël? 500 kokë. 500 kokë. Po. I kom shit po. Ka një çap ka. Shteti vani mund një vjet, si vjet. Vjet e par vjet. Të rrëmë shumë që kemi shumë në Buqiz. Be e mërë bulzak. 125. Për kështë në shëmë, po dush me në me. Par vjet me mund me 500. Po ujtë në da maj, Cullë se unë se maj, cullë. Meta, ato janë, i kanë bloku ato merajat, i kanë zonë, i kanë mjellë, që shumë të pjeme, ma shumë. Ma të nuk, ato i kanë bloku, merajnë. Po s'ku punëtorë, pa ato jam me punëtorë, njëni vjen, njëni shkojë. Të vetmi ndihmës fermeri Ismet Markja ka bektar sjellën. Ky i fundit shprehet se blegtoria përballet me shumë vështirësi, ndërsa kryesore mbetet fuqia punëtore. Për mishin në problem se nuk ka tregshitje, me fjalë që ti shesish një dorë komplet. Po me një, për shembull, prosit një tjetër ose me një lokal 2-3 sot, 3-4 mas një javë, nuk ka tregshitje që ti shesish një dorë me njëherë. Duhen fuqi punëtore s'ka, se në bjeshka do në kra pune, po s'pat forca nuk përballohet, se ku ta qësh qumshtin, ku ta pikullosish, ati mjelish, pas ta problem për gjithë punëtore për mjelje. Ne, aji pranaj nga ka pru maqin mjelëse, kemi maqin mjelëse që i mjelim, po ka rast se s'ka korrent, do të mjel me dorë, s'ka më kënaqësi që të tjeshe i punësur në vendin tonë, edhe shkësh ndak familja jote të rish rahat, nuk ka. Po duhet pak nga shteti duhet ndihmë që të hapin vende pune. Po të zgjuar se s'ka kra pune, s'ka forca. Në të njëjtën situatë gjenden edhe shumë blegtorë të tjerë në qarkun Dibër, ndërsa mungesa e fuqisë punëtore po bëhet shkak për uljen e numrit të krerëve të bagëtisë në vendin tonë.